Në përgjithësi, ne muslimanët përgjigjemi gabim kur dikush na pyet dhe na thot: "Ti a thu për veten tate që je në xhenet?" Dhe muslimani me merakun e madh se mos po bën ai gabim thot: "Jo, atë e di Zoti." Dhe ky është gabim. Pse? Çdo musliman është banor i xhenetit. Nëse dikush pyet: "A jeti në xhenet?" Po, inshallah jam. Por jam. Ama nëse vdes si musliman, ky është kushti i vetëm. Nëse vdes si musliman, pa dyshim që unë jam banor i xhenetit. Madje, më ka dhënë një premtim Zoti në Kur'an që thot: "Po nuk pa të rënë në idhujtari, ka mundësi që Zoti të t'i falë të gjitha, s'ke nevojë për asgjë." Çdo njeri që ka thënë la ilaha illallah e ka çelësin e xhenetit në qafë. Se kur i mundësohet që ta hapi apo jo, është punë e Zotit pastaj. Po që e ka çelësin në qafë e ka. Që do të futet një ditë, do të futet. A me pastrim, apo pa pastrim, kjo pastaj takon Allahut, po unë i lutem Zotit që të gjithë ne pa përjashtim të jemi pa pastrim. As mos e pafshim bojën zjarri i xhenemit. As mos e pafshim me sy, ja Rabbel Alemin. Amin.